Shkolla nëntëvjeçare Stavri Themeli në qytetin e Korçës ka çelur javën olimpike, një aktivitet që vjen në vitin e dytë radhazi, i mbushur me lojra të ndryshme sportive me qëllim promovimin e vlerave olimpike. Nxënësit gjatë kësaj jave do të garojnë në disiplina të ndryshme, duke treguar bashkëpunim, shpirt gare dhe punë në skuadër. Gjatë kësaj jave ne zhvillojmë aktivitete të ndryshme sportive me fëmijët, për t'ju ngolitur atyre parimet bazë të olimpizmit, të cilat janë miqësia, përsosmëria dhe duke qenë mirë fizikisht, ashtu do jemi mirë dhe mendërisht. Pra këto janë mesazhe që neve çdo ditë mundojmë të përcjellim tek fëmijët. Aktiviteti sotëm vjen në kuadër dhe të kualifikimit të mësuesve. Në rastin e sotëm, unë bashkë me kolegin time Nevila, kemi ideuar këtë projekt dhe me anë të këtij fëmijët kanë sjellë informacione të ndryshme, kanë pasuruar të gjitha ambientet e shkollës me informacione, janë munduar të krijojnë shumë gjëra artistike, i kanë krijuar vetë. Ceremonia ka nisur me një kros të nxënësve nga shkolla Stavri Themeli drejt stadiumit Skënderbeu, aty ku u zhvillua edhe ceremonia e ndezjes së pishtarit olimpik. Nxënësit kanë zhvilluar një paradë të ndarë sipas klasave, ndërsa janë përfshirë edhe në lojra të ndryshme. Ne kemi përzgjedhur krahas lojrave olimpike do të jetë edhe lojrat speciale. E theksoj më tepër këtë pjesë sepse është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë e shoqërisë, sepse ata shpesh ndjehen të paregjykuar, ndjehen të larguar nga kjo shoqëri dhe sporti është ai që i bashkon këta persona në mënyrë që ata të jenë dinjitozë, të shfaqin aftësitë dhe talentet e tyre, pavarësisht aftësive të kufizuara që kanë. Java olimpike synon të edukojë nëpërmjet sportit me anë të vlerave olimpike, një brez të ri të shëndetshëm dhe të ndërgjegjshëm për jetën dhe rolin e tyre të ardhshëm në shoqëri.